Ju e dini që është mbushur qyteti me xhakajdur që kapin një fjalë, fusin 3 fjalë nga vetja dhe pastaj nxjerrin titullin te portali i radhës, Rama 2 pika, pensionet do rriten vetëm në janar. Por jo, pensionet do rriten progresivisht çdo vit dhe çdo muaj. Kështu që llogariteni çfarë do merrni në janar, shumëzoni për 2, do të vi janarin e ardhshëm. Shumëzoni për 3, do të vi janarin mbas atij. Shumëzoni për 4, do të vi janarin tjetër dhe shumëzoni për 5, do të vi në fund. Kjo vlen për po ashtu për pensionin urban të pjesshëm. Kjo vlen për pensionin rural që nga 11.500 lekë që është sot do të shkojë në 18.000. Dhe këtu unë dua të bëj një shpjegim, sepse të gjitha shpjegimet janë të rëndësishme kur flasim për pensione. Të kërkosh pensione është gjëja më legjitime, por duhet kuptuar shumë qartë se nga vijnë pensionet. Dhe natyrisht që e kemi thënë dhe stërthënë që pensionet vijnë nga sigurimet shoqërore. Ashtu si kundër, kjo që po bëjmë ne është që pensioneve që vijnë drejt për drejt nga sigurimet shoqërore t'i vendosim një shumë ekstra nga buxheti i shtetit. Patjetër, se ndryshe nuk arrim dot. Por ama, nga ana tjetër, ata të cilët nuk e vlerësojnë këtë si një përpjekje që e përkthyer në shifra, sepse keni parasysh, dua ta them shumë qartë, kjo rritje që fola nuk ka të bëjë me indeksimin. Indeksimi është tjetër. Pra deri më sot juve ju është indeksuar pensioni, apo jo, çdo vit ka ndodhur edhe 2 herë në vit. Kjo nuk ka lidhje. Pensioni do rritet, siç thash, me shumën që do vendoset ekstra mbi atë që buron nga sigurimet shoqërore dhe pensioni po ashtu do të indeksohet. Dhe vetëm për indeksimin do të shpenzohet vit pas viti një shumë e konsiderueshme. Ndërkohë që për indeksimin dhe për rritjen, vetëm për pensionistët në 4 vjet e ardhshme do të shpenzohen ekstra 1.7 miliard euro. 1.7 miliard euro. Dhe natyrisht që kjo është një shumë e jashtëzakonshme për buxhetin e shtetit shqiptar.